Nuk e çështje penale, siç keni qenë njëri edhe paraprakisht. Janë të akuzuar i kalori pa lekaj. Dhe bishati. Dhe besimtarire. Për nënshkrimin e marrëveshjes në mes Ministrisë së Infrastrukturës me ISI dhe operatorit ekonomik Petellinka, datës 27/9/2017, për zgjatjen e afatit për përfundimin e punimeve pa kosto financiare, sipas aktakuzës këtij referendumi. Pa kosto financiare, po ashtu dhe pa rekomandim apo opinion kompanisë liqështime e internacionale. A ki mundësi më nga sharue? A ki mundësi më nga sharue këtë situatë? U desh më lidh kjo marrëveshje pa kosto financiare? Tash në aspektin e një menaxheri nuk i ndoshtë. Në aspektin e një drejtues të ministrisë. Në aspektin e menaxherit nuk është deshme. Nuk është ndoshtë. Për arsye, Vetëm e para ashtu që kam thënë, as komiteti ndërministror, as ministri, as kërkush nuk ka drejt me te kalu kompaninë mbikëqyrëse. Për të parën kur asnjëherë nuk ka pas neglizhenca, edhe ashtu siç e kam thënë, Bektelli ka punu aq sa ka pas buxhet në natë. Nuk ka asnjë rast që Bektelli ka bërë kërkesë për një pagesë për punë që i ka kry e që nas kemi. Ka pas buxhet në natë. Dhe nuk ka ndonjë rast që Gjitha janë të evidentuar edhe në raportet financiare të qeverisë. Ka qenë kërkese edhe e punëkrysit edhe e bashkëpunim me Hill International, me mbikëqyrësin e punimeve, që nuk kemi me mund me nda buxhet për që me kry në afatin kontraktual për 42 muajve, që vetëm një zgjidhje ka qenë që me zgjat afatin e përfundimit punimeve. Ka qenë kërkese përgjithshme me një kosto që ata e kanë vlerësu, tash nuk mund mas 10 vete me ditë, me më koni sakta, ka qenë 25 milion apo 26 milion. Ka qenë një kërkesë përgjithshme për një kosto që nuk mund të qenë sakta. Prokurori Kytën është i reagit qytetarije këtë drejtja mos komunikanin me svetin dhe gjatë përgjimit të shpitalit, jo as kushtitës. Si ka ecë procedura, kush e ka vlerësuar këtë kosto? Jo, ata kanë bërë kërkesë për kostot tyne, na kemi insistu si komitet ndërministror që respektojnë vetëm kontratën, ajo që edhe kemi bërë aneks kontratën, e kemi propozu nga 1 milion. Kërkesë tyre, ndërsa na si komitet e kemi respektu kontratën. Dhe që ka qenë atë një përputhje me rekomandimin e Hill International, që s'mundet më punë. Këtë kostën për 25 milion, 26 milion, e ka vlerësu kompania mbikëqyrëse jetë? Jo, unë e ka pas shkresën dhe në konsultim me ta, nuk kemi hy në analizat saj hiq, për shkak se ka qenë kundërshtim me kontratën, s'kan mujt me dokumentu kostën e tij. Ta shumë për të regoj rastin tem pa paragjyku që është dashtë
Po, ne kemi, ajo që thash, ne kemi pas kërkesën, e kemi drejtu kërkesën të mbikëqyrësi të Hill International, vetëm, sepse ligjërisht vetëm ai është përgjegjës, vetëm ai mundet me përcaktu. Kërkesën që ju thash për 25 apo 26 milion. Ne kemi pas kërkesën e Betalinkës 25-26 milion. Dhe të njëjtën kërkesë kemi drejtuar te kompania mbikëqyrëse Hill International, po. Hill International, pasi që i vetmi Autoritet ligjor janë ata që mundën me vlerësu një kostu. i vetmi autoritet ligjor janë ata që me vlerësuar një kosto. Ka ky operator. Po, natyrisht po. Për projektin konkret, po. Po, për projektin konkret për cilin Hill International e ka bo vlerësimin e tillë e që bazohet në kontratë. Sipas aneksit financiar, nëse nuk gaboj prap, se 10 vjet gati ja bo. Kontratës, po, Hill International e ka bo një vlerësim të tillë të bazuar në kontratë dhe anekset e saja. Sipas kontratës dhe anekset e saja ka qenë e përcaktuar që dëmi për nëse zgjatët kontrata, do të me u pagu 1 milion euro në mujt. Kërkesa ka qenë që me vazhdu, domthon për 11 muj e disa ditë, s'jam i sigurt 11 muj e disa ditë, por ma pak se 1 vjet e ti. Tash ka 1 milion në mujt, ajo ka nëse 1 milion herë 11 muj e diçka, është 11 milion e s'pëdi, 300-400.000 euro, që ashtu i ka ra diçka. Edhe komponente e dytë ka qenë performanca e garancioni performancës. Që prapë si pas kalkulimeve të Hill International ka qenë 1 milion diçka ka qenë. Të dyja shumat kanë bo 12 milion e gjys. 12 milion e 500.000 pa... veç mandatorit të shkollëve. 12... Sipas kalkulimeve, vlera tjetër të Ka qenë 1 milion e 100.000. Domthon shtyrja e garancionit të performancës. shtyria e garancionit të performancës. Po. 12.5 milion, 12 milion e 500.000 euro pa të vëshë. 12 milion e 500. Nëse i shtohet 18% të vëshëja, atëherë bëhet 14 milion e 780.000, qashtu, nën 15 milion ka qenë, po. Ato e ceka që i vjet një autoritet ligjor për me bo një vlerësim tillë është mbikëqyrësi. Atëherë, a mund t'i tregoni trupi gjykus? Nëse ndarjet buxhetore ndër vite kanë qenë në përputhje me obligimet që i ka pas qeveria e Kosovës në zbatim të kësaj kontrate. Po, besoj që e kam sqaruar edhe herën e parë, kontrata është nënshkruar në vlerë prej 600 milion, kurse ndarjet buxhetore për 2014, 2015 dhe 2016 që është korniza afatmesme shpejt. Që është korniza 600 milion. Dërsa ndarjet buxhetore për vitin 14-16, po, në bazë kornizës afatmesme buxhetore, nëse nuk gaboj, kanë qenë 285 milion, nësë prapë se është kohë e gjatë. Ajo ndo, do të thotë, është ndo buxhet ndër vite në përputhje me obligime që i ka pas shteti i Kosovës në përputhje me obligimet kontraktuale në raport me Bektellin. Ajo ndo. Tash po i bëj dy sqarime, po. E shtyrjes së afatit të punimeve, ndarjet e pamjaftueshme të buxhetit në raport me realizimin e obligimeve kontraktuale. A është kjo arsyeja pse do të vazhdohen punimet, afati i punimeve? Po, ndarjet e pamjaftueshme buxhetore kanë shkaktuar që për më ushty afati përfundimit punimeve. A ka pas kompetencë kompania Hill që të vlerësoj edhe koston shtesë të
vazhdimit të afatit të punimeve, marrë parasysh faktin se objekt i kontratës në mes të qeverisë së Kosovës dhe Hill International ka qenë vetëm mbikëqyrja e cilësisë dhe sasisë së punimeve. Jo, nuk është ashtu. Po. Ajo është menaxher i kontratës. Cilësisë së punimeve. Ja, ajo është Përgjigje është sepse Hill është menaxher i kontratës që nuk kupton përgjegjësinë e plot për kryimin e projektit. Po ju tha që se keni lexuar kontratën Jo, e Hill. unë po flas për puthje me udhëzuesin për prokurim publik. për kryen e projektit, duke i referuar udhëzuesit për prokurim. Po nëse udhëzuesi për prokurim publik ka qenë i mjaftueshëm, pse u dosh mu lidh kontrata? Cila kontrol? Kontrata me Hillin, mes qeverisë dhe Hillit. Ja pyetje e tretë është Jo. emocione Po, pa s'ka. Po dhe? Jo, Po dhe që na punimi është tash më bjem udhëzuesi për Çfarë ju të ndjema i kjo të pyetje. Shumë ndjema, më shumë ai kjo. Me mbikëqyrësi. Po me mbikëqyrjen, po mbikëqyrja ka të bëjë me kontratën, jo me afatin shtesë. Okej, ju deshta Ajo është- të pyet për përgjigje që derisa. Mirë. Unë e pyeta, nëse dërbytar më thonë s'kam përgjigje, nuk ka problem, ma është në tutje. Se është lidh kontrata pra me kompani mbikëqyrëse? Kur e ke pas udhëzuesin? Që të ndërtuar? Po, po. Se përcaktu objekti i obligimeve ndërsjella. Pra po është lidh para me, po është mirë që është lidh, është dashur me u lidh. Në kontratat e mëdha, kur janë dy palë, kur janë dy palë që kanë ekspertiza jo të barabarta në kryimin e punëve. Jo të barabarta në kryimin e punës. Dhe kur projekti është për shfrytëzim publik. Duhet jetë një palë e tretë mbikëqyrëse.